Kjo nga 28 shkurti, kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan sulmet kundër Iranit, filluan edhe thirrjet propagandistike të serbëve për të sulmuar kampin Bondstil. Në disa grupe, madje u publikua edhe harta me vendodhjen e shënuar të Bondstilit, dhe komentet ishin: "Ky është kërcënimi më i madh për Iranin aktualisht", ose "Harta të rrezikut të raketave balistike iraniane me fokus në Kosovë", me përshkrimin: "Thjesht bëje, kam Bondstil, i cili ndodhet afër Ferizajt dhe është një nga bazat më të mëdha të SBA-s në Evropën juglindore. Ajo operon në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR në ombrellën e NATO-s, me qëllim ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë." Eksperti i sigurisë, Bedri Elezi, thotë se nuk ekzistojnë indikatorë të besueshëm për rrezik ushtarak real. Sipas tij, një sulm iranian ndaj një baze amerikane në territorin evropian do të përbënte akt lufte direkte kundër SBA-s dhe NATO-s. Camp Bondstil është instalacion strategjik amerikan në Kosovë, që operon në kuadër të KFOR në ombrellën e NATO-s. Jemi dëshmitar se në javët e fundit kanë qarkulluar thyrje propagandistike në Serbi që nxisin Iranin të sulmojë këtë bazë. Nuk ekzistojnë indikatorë të besueshëm për rrezik ushtarak real. Një sulm iranian ndaj një baze amerikane në territorin evropian do të përbënte akt lufte direkte kundër SBA-s dhe NATO-s. Kostoja strategjike për Iranin do të ishte e jashtëzakonshme dhe e paarsyeshme. Rreziku operacional është shumë i ulët, rreziku propagandistik dhe psikologjik është real. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit prodhojnë valë globale propagande dhe polarizimi, deklaron Elezi. Ai përmend rreziqet e mundshme, gjersa komenton edhe deklaratën e presidentit serb, Aleksandar Vučić, i cili ka ngritur paralelen mes ngjarjeve në Iran dhe ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999, ku shteti serb po kryente gjenocid. Kosova, për shkak të prezencës amerikane dhe kontekstit historik, mund të bëhet objekt instrumentalizimi narrativ. Rreziqet e mundshme, luftë hibride dezinformim, teori konspirative për front të ri, amplifikimi narrativave antiperëndimore, radikalizim periferik, aktivizimi grupeve ekstremiste margjinale, rritja e retorikës polarizuese, presion politik indirekt, shfrytëzimi i krizave globale për kalkulime rajonale, ndikim në dialogun Kosovë-Serbi. Megjithatë, prezenca e NATO-s në Kosovë mbetet faktori fort parandalues. Retorika e vitit 1999 dhe ndikimi rajonal. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, shpesh ringjall krahasimet me bombardimet e vitit 1999 nga NATO. Çfarë efekti ka kjo? Konsolidon elektoratin nacionalist brenda Serbisë, ushqen sentiment anti-perëndim, rrit tensionin simbolik në rajon. Megjithatë, retorika nuk përkthehet automatikisht në përshkallëzim ushtarak. Mundësia për sulm ushtarak ndaj Bondstil, sipas Elezit, është shumë e ulët, por mund të tentohet dezinformimi informativ. Serbia ndjek një politik balancimi mes perëndimit dhe fuqive të tjera globale. Mundësia për sulm ushtarak ndaj Bondstil është shumë i ulët, por do të tentohet dezinformim informativ, i cili mund të shkaktojë tension lokal. Gjithashtu, rreziku për konflikt rajonal i hapur është shumë i ulët. Thirrjet për sulm ndaj Camp Bondstil mbeten në nivel retorik dhe propagandistik. Ato nuk përbëjnë kërcënim operacional të besueshëm. Megjithatë, në kontekstin e tensioneve globale SBA-Iran, rreziku real qëndron në luftën psikologjike, dezinformimin, polarizimin politik dhe etnik. Siguria e Kosovës aktualisht nuk sfidohet nga raketat, por nga perceptimi publik dhe kohezioni institucional. Ndaj duhet pasur shumë kujdes në adresimet publike, sepse edhe pa vetdije mund t'i shërbejnë propagandës së Iranit dhe aleatëve të saj. Ndryshe, ndaj këtyre thirrjeve ka reaguar edhe KFOR. Sipas tyre, në forcën e saj nuk ka ndryshime të rëndësishme. Forca dhe pozicioni i KFOR rishikohen dhe përshtaten periodikisht, ndërsa rrethanat evolojnë, në mënyrë që misioni të mbetet i përshtatshëm për qëllim. NATO vlerëson lart rolin e SBA-s në sigurinë në Kosovë dhe në stabilitetin rajonal, dhe që brenda KFOR ka afro 600 trupa. Shtetet e Bashkuara vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetjen e sigurisë të qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitetin rajonal. Gjithashtu, brenda kuadrit të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 trupa të vendosura në KFOR. Ajo ka lidershipin e komandës rajonale lindje të misionit. RC Lindja kontribon në aktivitetet e përditshme të KFOR në mënyra të ndryshme, duke përfshirë me ndërhyrje me përfaqësues të gjitha komuniteteve lokale dhe mbështetje për projektet e rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik.
Tutje, misioni ushtarak i Aleancës Veri Atlantike thekson se vazhdon të përmbush mandatin e saj, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-s, për të ndihmuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të mbrojtur për të gjithë njerëzit në Kosovë. KFOR-i vepron në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundzimin e ligjit në Kosovë, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë. Prezenca dhe aktivitetet e përditshme të KFOR në gjithë Kosovën krijojnë hapësirë për dialog politik. Stabiliteti në rajon, në fund të fundit, varet nga zgjedhja e diplomacisë nga të gjitha palët mbi dhunën. Rruga për paqen afatgjat është politike. NATO vazhdon të mbështesë fortëmisht dialogun e lehtësuar nga BE si framework për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura me respekt për të drejtat e të gjitha komuniteteve. Thuhet në përgjigje,